A mendon që është rrit numri personave anemik? Ka diçka që po ndikon? A është ushqimi, a është jeta, a është që po bëjmë analiza më shumë? Besoj që anemia po mënoj si term ose si problematik, besoj që ka qëndru gjithmonë prapërsisht njëjtë. Tash mund të me thonë që nështë një kequshqyrje ka, edhe mundet me qenë një pasuj njëna prej shkaktarëve të anemisë. Nështë dikush të dasht me maj dietë, ma të theksune, nështë të pas parasysh, të pas me rëndësi dukjen e jashtme, nëherë edhe teprojnë dhe kalojnë dhe në anoreksi dhe kalojnë në anemi, por anemi po mënoj është një gjendje që ka pas vazhdimisht dhe ka dhe varësisht prej llojit saj mandej dhe kompenzimi. Dhe tjetra, po tash diagnostikimi është pak më i mirë, pak më i shpejt, pak më i saktë dhe pacientat bëjnë pak më shumë analiza dhe vinë më herët e diagnoza, vinë më herët e problemet, nështë edhe për situata në të kuptimin anemi kur janë të lehta, lajmërohen te mjeku dhe për anemi të lehta që nështë për më herët nuk janë lajmëruar. Si kanë kushtuar rëndësi, bravo, kjo është lajm i mirë. Unë i rekomandoj pacientave dhe qytetarëve në përgjithësi që po mënoj analiza laboratorike është mirë me bëu analizat përgjithshme laboratorike një periudhë të caktuar për shkak se nëse detektohen më herët smundjet, cilat do qofshin ato, është veç hematologjike, është mundësia mundësia më e madhe për me menaxhu më lehtë, më mirë, jashtë kushte spitalore, domethënë është sigurisht që është preventiva gjithmonë është më e mirë dhe më e lirë edhe në të aspekte se sa trajtimi spitalor. Sidomos i vanshëm. Mendoj që Ministria e Shëndetësisë dhe mekanizme dhe institucionet përgjegjëse dhe Instituti i Shëndetit Publik dhe gjithat me japin rekomandime më të shpesha në atë kuptimin me u përcjell pacientat me bëni një check-up më të shpesh dhe me një farë rregulle që i ndjekin domethënë to rekomandime.